sa e merr posta, edhe më thirrën mi marr një paketë, kështu që kur shkova thash, shka është jo, na s'kemi porosit. E veta burrin tha, po, ta kom le një maqinë për kepja, ma kish bo një dhurat. Nuk e kum pas idenë që ma ka ble këtë maqinën. Kështu që po, jam shumë e lumtur. Nuk e më ka ra asnjëherë me përdor maqinë, përveç kur jam kohën e vogël te mama. Kum përdor shpesh, po jo që kum dit, po vetëm isha preshan drejt qapish. Nashta një tegel drejt e kum bo dikur, atëherë jam kohë shumë e re, 13-14, ta shikom 18, besoj që jam ma e vetëdijshme se çish përdoren. Kështu ashtu muj me pa në YouTube shumë tutorial çish mi përdor. Hajde ta hapim bashkë dhe ta kthejmë se çfarë është. Inshallah është pak e bukur se për ndryshe e kthej. Okej, mora kështu një brisk. Ta hapim këto. Okej. Koka kështu me stiropor në shedne. E paska këto për mi nlu me smira kluni. Tada! U bona edhe one me maqinë. Ma në fund. Okej. Që të regoj ma ofër se qysh doket, është kjo, nëse dikush e nxen. Nëse dikush e ka, të regom një është e mirë. Kështu të doket. Është e rom, si pesh. I paska këto modele këto se qysh mujmi bu kepjen. Ka është drejt, ose kështu zigzag, ose shka vedi këto tjera të për shka janë, po i këqyrim. Duna mi këqyr në video, qysh përdoret edhe mi provu me kep nësa. Tjetër e paska, nuk e di, e paska dhe këto konzën këto që nashta duhet mu punu me kitë konzën këto. Edhe kitë kablën. Atëhere, nëse keni pa deri në fund, faleminderit. Tregomni nëse keni ndaj info për kitë maqinë edhe shihemi herë tjetër. Ciao, tëm tëm.